realiteti i gjendjes dhe i sigurisë në vend është drithërues. Por çdo shqiptar është drithërues. Zonja tha që krimet në luftën kundër krimeve të rënda dhe krimet organizuar janë bërë përparime. Po zonjë, është bërë përparim sepse nga banda kriminale tashmë janë institucionalizuar kartele. Dhe Shqipëria është i vetmi vend që konsiderohet narkoshtet në Europë. Dhe këtu s'ka nevojë për analiza të thella sepse duket qartë sa është kontributi i policisë shtetit në këtë sektor. Jemi i vetmi vend që nuk kemi polici të shtetit si gjithë të tjerët, por ne kemi një narkopolici. Kemi një narkopolici. Drejtori policisë shtetit, nuk e di a ju njeh ju për ministre, së bashku me nëndrejtorin, edhe kryeministri kur ju emroi tha që do të merrem me adresat dhe me gjendjet civile, nuk ju dha fush mbase që të keni akses dhe fuqi tek policia e shtetit, por ju them drejtori jemi vetmi vend që drejtorin dhe nëndrejtorin e policisë shtetit nuk i ka caktuar ligji, as vullneti politik. Jemi vetmi vend ku dy drejtuesit kryesor të policisë shtetit i caktojnë kartelet. Përkatësisht, Ilir Proda, drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, është emërtesë e Suel Qelës. Neritan Nallbati, nëndrejtori për krimin e organizuar, është emërtesë e kartelit Troplini. Brenda policisë po të bisedoni, po të shifni, do dëgjoni edhe pagesa mujore. Flitet për pagesa mujore që këta zotrinj marrin nga kartelet për të shërbyer. Në çdo qytet të Shqipërisë po të shkosh, din të thonë se këtë drejtorin e policisë cili kartel e ka sjell. Këtë shef komisariatit cilit kartel e ka emëruar dhe kujt kartel i shërben. Ky është një realitet që nuk e mohon dot, sa do statistikat falsifikoni, sa do propagandë bëni, unë nuk them ty, pse nuk ju them ju, zonë, sepse ju ja u ka kufizuar kryeministri fushën, me policinë nuk keni punë, adresat në gjendje civile merru, por po flas për policinë e shtetit. Ky është një realitet. Edhe kjo është një realitet që duhet ta pranojmë. Tani ju flisni për raport më përpara, një vit para, 2 vjet përpara. Analizën e shtetit ligjor në këtë vend dhe të gjendjes së policisë shtetit ju a bën thjesht dosja metamorfoza që kanë sjell partnerët. A mundet dikush për jush që nga kryeministri deri tek ju apo tek të tjerët poshtë, t'ju shpjegojnë shqiptarëve si ka mundësi që gjithë ky aktivitet kriminal që është i dokumentuar në dosjen metamorfoza është zhvilluar në Shqipëri dhe në kurriz të shqiptarëve të ligjit në vendin tonë, dhe shteti jonë nuk ka ekzistuar. Na u deshën shtetet partnere që ta zbulojnë. Pse? Për shtetin tonë do ishin duke vazhduar vrasjet, siç i lexojmë në për ato dekodimet që kanë dalë, do ishin duke vazhduar tonelatat e drogës, siç po vazhdojnë, për shtetin shqiptar. Por ajo është merit e partnerëve. Por ama thash, nxori zbuluar policinë, nxori zbuluar drejtësinë dhe çdo gjë. Pra, dosja metamorfoza tregoi që në Shqipëri ka një narko shtet, po tregoi edhe në Shqipëri që krimi organizuar, kartelet vendosin edhe për jetën e qytetarëve. Ata caktojnë se kush do jetojë dhe kush do vritet. Besoj që i keni parë të gjithë, një për një. Tani, unë do doja që zonja ministre të ishte pak e shqetësuar edhe për krime zgjedhore, sepse kemi kaluar një vit zgjedhor. Por jo, si që ndoqët të nderuar koleg, zonja ministre as nuk belbëzoi as një gërm për krime zgjedhore në këtë vend. Fare. Po pse?
Po sigurisht, sepse, çfarë do flas? Do flas për shefin e komisariatit të Vorrës, i cili drekonte dhe darkonte me kartelin Xhabafti, dhe që ishte në shërbim kokë e këmbë të kartelit dhe jo të ligjit dhe jo të shtetit. Do flas për Uljan Shpatarakun, të cilit karteli Qela i ka dhënë karta biank për të kontrolluar çdo gram drogës që hyn e del qarkullon në qarkun e Elbasanit dhe të Korçës, dhe për të emëruar dhe çemëruar çdo oficer policie dhe çdo polic tjetër. Ai është padroni, drejtori i policisë Elbasanit, për fat keq, merr rrogën dhe han bukë dhe asgjë më shumë. Në këto dy qarqe është Uljan Shpataraku, sepse ai atij i është dhënë parcela nga karteli. Do të flasim për drejtorin e policisë Fierit, i cili u zhyt këmbë me kokë në shpërndarje parash dhe në shantazhim të aktivistëve opozitarë sepse i kërkonte zëvendës kryeministja. Pra u shndrua policia patronazhist të gjithë, patronazhist elektoral. Për çfarë policie do të flasim ne këtu? Po, një polic i ndershëm që arrestoi shokun e narko drejtorit Proda, Ridvan Pali, u shkarkua dhe u largua nga policia. Pse? Sepse ai guxoi të arrestonte një të inkriminuar, por që ky inkriminuari na ishte shoku dhe miku i ngushtë i narko drejtorit policisë. Po, policia duhet ketë fytyrën e Ridvan Palit, po jo të Ilir Prodës dhe Neta Nallbatit. Kjo është narkopolici dhe jo polici shteti. Dhe ky është mesazhi që ju keni dhënë shqiptarëve. Policë vetë ndershëm. Kush lufton krimin, kush lufton kartelet, kush lufton për ligjin, ai largohet nga policia. Dhe këtë mesazh ja dhat me Ridvan Palin, ish shefin e komisariatit nr. 2, i cili arrestoi mikun e ngushtë, trafikant të narko drejtorit. Pastaj, pse si thoni shqiptarëve çfarë është policia sot, ku e keni këtë ndisur? Një djalosh me 5 uniforma dhe me grada të ndryshme, me armë atim, hynte, urdhronte, çonte urdhra, emaile, SMS, gjithë akademisë policisë shtetit. Ndronte gradat e njihnin për udhëheqjes për komandant të madh, për drejtues të madh policia atë. Policia juaj. Pastaj prisni ju te qytetarët pastaj. A kupton se çfarë është? Kur hyn një i ri, një delinkuent, vishet me uniform policie, kur një delinkuent armatoset, shkon, prezantohet si drejtues, se këtu te ju nuk e merr vesh kush i e kush del, pranaj është në policinë e shtetit. S'dihet kush është ai, kush është ky. Dhe urdhron policin. Është të mërshme kjo. Po, ju that një gjë që duhet parë, që Altin Dumani ka gënjur kur ka thonë, kur ka adresuar ato akuza për policinë e shtetit. Tani këtu duhet ta ndajmë. O gënjyet ju, o ka gënjur Altin Dumani. Kjo duhet ndarë. Ta ndajmë. Po, jam dakord vetëm për i gjë. Vrasjet e 28 tetorit, 4 të vrarë, se ju tha 3, po janë 4, se është një i ri që vret baban e tij, një picier që vret kolegun e tij, është një krye familjar turist që vritet në Berat, por është edhe një i pirë që vret shkel me makinë një të mitur. Pra janë 4 jetë. Po jam dakord që nuk është vetëm punë e policisë. Këtu bie dakord me ty. Kjo situatë tregon gjendjen depresive ku ky narkoshtet ka futur shoqërinë shqiptare. Këtu e vetmja gjë që ndajmë bashkë. Ama mos harroni, një kolegu ynë këtu e citoi edhe sondazhe. Sa përqind e shqiptarëve e besojnë këtë policinë tuaj? Kupolën e policisë dhe policinë. 30%. S'ka qenë kurrë. Ju flisni për statistika që i fabrikoni dhe i nxirrni si doni dhe mendoni se do të ushqeni me statistika.
por perceptimi poshtë është krejt tjetër. Askush nga qytetarët poshtë në bazë, në jetën e përditshme, nuk guxon të shkojë dhe të denoncojë në polici për asnjë rast, për asnjë gjë. Sepse pa dalë nga ajo derë e presin ata të cilët i kanë denoncuar. Sepse, po ju a them përsëris prapë, çdo shef komisariati në këtë vend, çdo drejtor policie në këtë vend janë emërtesa të krimit të organizuar dhe të karteleve dhe janë shërbimtyre dhe jo të ligjit. Kjo është realitet. Prandaj s'vjen kusht më të denoncojë. Çfarë denoncojnë? Të denoncojnë veten pastaj. Kjo s'ndodh. A e dini ju që indeksi i sundimit ligjit, indeksi global i sundimit ligjit, e vendos Shqipërinë pas Vietnamit komunist. Pra janë institucione ndërkombëtare që po ju nxjerrin të palarat narko-regjimit tuaj, edhe kësaj narkopolicisë tuaj. Nuk është thjesht opozita. Nuk dëgjova thonit sa operacionet përbashkëta me partnerët keni. Çfarë tregon ajo? S'keni, sepse besueshmëria e partnerëve tek narkopolicia është zero. Dekonspirim. Po, tani, vetë raporti i Odirit flet për lidhje të forta mes pushtetarëve, figurave politike dhe grupeve kriminale, thot. Policia e shtetit nuk i shef këto, jo, nuk shef asgjë. Përpjekja e organeve të rendit për të luftuar krimin zgjedhor, thot raporti i Odirit, ishte selektive. Cila është? Por ju nuk ekzistojnë këto gjëra. Çfarë është? Po të shihni të paktën 3 palë zgjedhjet e fundit, policia, narkopolicia, në prokurori e rretheve, apo dhe në skapin e partisë, ka quar vetëm materiale kundër opozitës. Prej 12 vjetësh opozitarët përndiqen pa fund nga narkopolicia. Nuk del asnjë, të gjithë shqiptarët e shohin në fushat zgjedhore. Deputetët, kandidatët e pushtetit dalin me thas duke shpërnda para. Gjithkund të zbret në përfshatra për në përlagje qytetit takoje që kaq më dha ky, kaq më dha ai. Po policia juaj nuk i shef këto. Dhe i turret opozitës. Shikoni. Nëse do të gjeni një qoftë edhe një rast ku policia juaj ka ngritur hetime apo ka denoncuar në organet e drejtësisë, qoftë edhe një rast të pushtetarëve. Jo. Opozita, sepse është shndruar në një garnizon patronazhistës elektoral e gjithë policia e shtetit. Nuk ka më mision rendi dhe siguria. Jo, misioni është të gjithë të marrin votën për narkosin në pushtet. Keni raste pafund. Ku ishte policia kur shkoj unë si deputet i këtij kuvendi në Vorë? Në Vorë. Dhe nuk gjej as i koleg të mazhorancës atje, po shoh që karteli i xhabave kishte marrë përsipër votën aty dhe të gjithë të armatosur, të gjithë e dinë se janë bandë e krimit të organizuar, u kontaktuan drejtuesit e policisë. Asnjë reagim. Deputetës Vokshi ju kërcënua dhe vajza. Prandaj shkova unë. Por njoftoja zonja shefin e komisariatit, drejtorin e policisë, asnjë. Pse? Po sepse nuk mund shkojnë shefi i komisariatit Vorës të kontrollojë xhabathës sepse padronët e tij, nuk mundet. Nuk mundet as Ilir Prodan dhe Nalbatin të shkojnë dhe të kontrollojnë ortakët. Po jam i sigurt, sikur unë si deputet i opozitës të kisha shantazhuar apo të kisha eskaluar në gjeste ndaj xhabavëve, do vite policia e shtetit me vrap kundër deputetëve të opozitës. Këtë e kemi të sigurt.
se koha e ka treguar. Pra, kjo është, flisni zonjë 65 milion euro, thot pasuritë sekuestruara. E tha dhe kolegu Kapri. Banka e Shqipërisë flet për 4 miliard euro që kanë hyrë këtu në tregun e këtij vendi, 4 miliard. Para të zeza.